Drejtuesit e furgonëve 8+1 në rrethin e Korçës kanë përshkallëzuar protestat e tyre, duke bllokuar fillimisht stacionin e qëndrimit të furgonëve dhe më pas njërin krah të aksit rrugor Korçë-Pogradec. Në ditën e dytë të protestave, drejtuesit e mjeteve kanë protestuar kundër konkurrencës së pandershme dhe vendimit për mos lejimin e marrjes së pasagerëve në kthim. Ne si sindikat e qarkut të Korçës, Dega Pogradec, kemi mbështetur fuqimisht këta shoferë, të cilët me të drejtën e tyre kërkojnë që në bashkëpunim me rregullat, me ligjet brenda rregullave, të mund të ndreqin deri në informalitetin, po njëkohësisht problemi i dytë i tyre është edhe kthimi nga destinacioni në kthim nga Tirana për në Pogradec që të vinë me pasagerë. Kthimi bosh. Do të thotë që ne të punojmë thjesht vetëm për karburantin, të kthehemi bosh. Ndërkohë që kemi edhe taksatimet, do t'i vëmë PG ton, ose do marr prindërit me ju që të paguaj tatimet. Ne që jemi me licenca, kemi targa të verdha, ne po punojmë një lloj si ata që nuk kanë asnjë lloj dokumenti dhe ata sot janë në punë, jemi këtu. Drejtuesit e automjeteve 8+1 të linjës Elbasan-Tiranë kanë pezulluar aktivitetin e tyre në shenjë proteste kundër një vendimi të policisë, e cila nuk i lejon ata të marrin pasagerë në kthim. Përpasoi 10 qytetarë që kanë dashur të udhëtojnë drejt Tiranës me mjete të transportit publik e kanë pasur të pamundur ta kryejnë këtë itinerar, duke kërkuar si alternativë makina private apo mjete të tjera transporti si taksi 4+1. Unë sot humba një ditë shkollore dhe ndoshta edhe nesër dhe pas nesër. Një orë gjys. Edhe ndoshta edhe më tepër do pres derisa të shkoj që të mbaren gjithë njerëzit që të mbjell radha dhe mua për të shkuar në shkollë. Për çfarë s'e rrim neve tash figurant vjen e vinë, punojnë. Do ndeku. Vende punë. Di. Sa të godë vetëm. Gjithë ky popull që po rri këtu ka hall. Kush në për spitalet, kush në për hall tjetër, kush në për shkollat, kush gjëra tjera që janë smurë, vdekje, sen, qyshtek. Patrulla policie janë të vendosura në rrugët Elbasan-Tiranë, duke mos i lejuar furgonët të kthehen nga Tirana me pasagerë, në të kundërt ata do të xhobiten.